Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim një recetë që unë e kam shumë për zemër sepse bëhet shumë e shijshme. Do të bëjmë sarma me lakër, por kësaj here me një përbërës shumë ndryshe, të cilin jam e sigurt se shumë nga ju nuk e përdorin. Por para se të fillojmë nga puna, do ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës. Kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re, postohen disa receta të reja gjatë gjithë javës. Gjithashtu kanë kohë pa ju pyetur nga cili vend i botës, Shqipërisë apo trevave shqiptare na ndiqni, shkruajeni në koment, kështu flasim me njëri tjetrin më shumë. Lakrën kësaj here e kam bërë ndryshe për të shkurtuar punë, por edhe për të bërë edhe më mirë. E kam vënë në frigorifer, mjafton 2 deri 3 net më përpara. Unë kam kohë që e kam vënë dhe një natë më parë e kam nxjerrë nga frigoriferi që të shkrijë. Do të fillojmë të përgatisim mbushjen në një tigan apo tenxhere që është si një tigan i thellë, por shtojmë vaj ulliri. Do të shtojmë 2 qep, unë kam përdor 1 qep të kuqe dhe 1 qep të bardhë, sepse të dyja së bashku kryen shumë shije, por nëse nuk e keni qepën e kuqe, mjaftohuni vetëm me qepën e bardhë. Dhe tani do të përgatisim ato përbërësin ton, që e quajtëm përbërësi sekret, që do na e bëj gjellën shumë të shijshme dhe të veçantë, mbushjen e sarmave pra. Ndërkohë që qepa na skuqet, vim tek përbërësi jon sekret, që janë këto 2 patate. Jo gjithë e bëjnë sarmën me patate, por që i e vërtet shumë shije, prandaj unë sot po i shtoj dhe nëse nuk e keni provuar, ju sugjeroj shumë që t'i provoni. Patatet do i grim të dyja në rende. Do të shtojmë patatet. Pra 2 patate të cilat i grim në rende. Dhe për më shumë shije, unë do shtoj 2 tableta viçi. Vazhdojmë të kaudisim patatet bashkë me qepën për rreth 5 minuta. Do të shtojmë mishin e grirë, 500 gram mish viçi i grirë, dhe do vazhdojmë të kaudisim derisa mishi do të na ndryshojë ngjyrë. Të mbushe do të shtojmë orizin dhe erëzat, tu kam një gojë, jo plot, rreth 2 gisht më pak, me oriz, e cilin e kam larë më përpara. Dëm shtimin e erëzave dhe kujdes me ndërsinë, sepse këto patatet e grira kështu vetëm ngjisin. Do të shtojmë një spec të kuq, për gjysëm lugë e gjera. Do të shtojmë në nexhik, nuk e di si e quan ju, por unë e pëlqej shumë këtë lloj erëze në sarma apo japrak që vjen ndryshe. Do të shtojmë piper të zi. Do të shtojmë 4 deri 5 tel hudhër. 2-3 lugë gjelle salcë domate, varet sa të përqendruar e keni. Do të përzihem mirë, do e mbajmë as 5 minuta në zjarr dhe mbushjen e kemi gati. Tani do të fillojmë të mbushim sarmat tona, sepse dhe lakrën e kemi gati, duke qenë se kemi përdorur lakër të ngrirë. Është shumë e lehtë. Nuk ka shumë punë pra kur përdoret lakra e ngrirë. Do të bëjmë gati gjethet e lakrës. Nëse nuk keni provuar ta ngrini lakrën, por keni provuar ta bëni vetëm të zjerë, ju këshilloj shumë ta ngrini, sepse bëhet edhe më lehtë, por edhe konsistenca e gjetheve do t'jetë më e mirë për të mbështjellë japrakun. Gjetheve do i heqim këtë kërcellin në mes dhe do i ndajmë kështu në 2 pjesë. Dhe kështu me radhë do vazhdojmë të përgatisim të gjitha gjethet. I heqim kërcellin e mesit.
Dhe tani do fillojmë të bëjmë mbledhjen e sarmave, sepse gjethet I kemi bërë gati. Do të shtojmë nga pak nga mbushja në varësi edhe të madhësisë së gjethjeve, 1 apo 2 lugë nga këto të mesmet. Unë I mbledh kështu në anësore. Të kërcelim të pas ka mbetur pa hequr. Dhe do vazhdojmë të mbështjellim kështu rreth vetes. Këto janë sarmat. Në pak më atët për ta parë se si e bëj unë mbështjen, sepse besoj se cili ka mënyrën e vetë se si e bën, por që gjithsesi për t'ju treguar me detaje deri në fund. Kjo është. Tani jemi në përfundim të tavës tonë me sarma. Unë kam për të mbështjell edhe sarmën e fundit dhe do ju tregoj edhe çfarë do I shtojmë sipër, sepse dhe ajo ka shumë rëndësi, sepse I jep shije. Dhe ja, kjo ishte e fundit fare. Do të përgatisim lëngun që do I shtojmë sarmave sipër. Na duhet 1 gotë e gjysmë ujë vluar, 1 lugë gjelle nëse shte, speci kuq, salcë tomate dhe 1 tablet pule. Tablet viçe, do I bashkojmë të gjitha dhe do ja shtojmë sarmave sipër. Të gjithë masën e përgatitur do ja hedhim sarmave sipër. Tani sipër fare do I spërkasim me pak vaj ulliri. Në furrë në 200 gradë Celsius për 40 minuta deri 1 orë, apo sa ta shohim që thuajse I gjithë lëngu do jetë thithur. Shikoni pak sarmat. Këto pra ishin sarmat për sot. Faleminderit që ndoqët videon deri në fund. Ju bëf të mirë nëse I provoni dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë.